Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin, për të ndarë lajmin më të bukur, për të ndarë lajmin më të lezetshëm në fakt të këtij Big Brotherit. Sonte kemi dasëm në shtëpi të Big Brotherit. Në dhomën e rrëfimit, natën e mbrëmshme, Gjesti ka bërë një kërkesë drejtuar vëllaut të madh për të bërë një dasëm brenda në këtë shtëpi. Pa marrë parasysh gjërave si shkuan, pa marrë parasysh situatave si shkuan, Egli dhe Gjesti do të kurorëzojnë martesën e tyre sonte. Domethënë do të ketë një dasëm tradicionale. Do të ketë një dasëm shumë të bukur ku Egli dhe Gjesti do të martohen. Ishte një moment befasues në fakt edhe për Laertin dhe për Rozanën, por më befasuese në këtë mes ishte për Eglin. Egli u mahnit totalisht që Gjesti do të bëjë një dasëm brenda kësaj shtëpie. Ka qenë shumë përfolur situata, nuk e besonim në fakt që do të kishte një dasëm në shtëpi, nuk na shkonte mendja që do të kishte një dasëm në shtëpi, por tashmë e konfirmuar nga vllau i madh, sonte Egli do të vishet në fustanin e nuses, do të shndrohet në një princesh, ndërsa Gjesti do të shndrohet në një dhëndër. Do thënë do të kemi një dasëm të mrekullueshme. Në zarfin e bardhë i cili mbërriti në shtëpinë e Big Brotherit çaste më parë, Gjesti shkruante se sonte do të ketë të ftuar special. Sigurisht mund të jenë edhe familjarët të çiftit, të cilët do të jenë pjesë e kësaj dasme të bukur, do të jenë pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm për këto të dy. A do të jetë dasma nisma e një rrugtimi shumë të bukur në jetën e tyre? Unë besoj që kështu do të jetë. Unë besoj që dasma do të jetë një nisëm fantastike në një rrugtim fantastik të dyve atyre. Do të argëtohen edhe do të kënaqen dhe do të shijojnë momente pafund. Ndoshta do të ketë edhe mysafir të tjerë, po ndoshta do të jetë edhe Ledioni, edhe Arbri dhe Neda, pasi që Ledioni e tha që në shtëpinë e Big Brotherit do të jemi në momentet në vazhdim, por se qysh tek ku nuk e shpjegoi këtë momentin. Do me thënë, zyrtarisht sonte kemi dasëm në shtëpinë e Big Brotherit. Dasma do të startoj në orën 8:30, do të jetë një mrekulli e paparë ku Gjesti do të shijojë kënaqësitë e kësaj dasme, do ta jetoj momentin dhe do të kënaq shpirtin e tij, por do të kënaq edhe banorët e tjerë. Do me thënë, do të jetë një moment i kërkuar për 3 muaj. 3 muaj sakrifikuan për dashurinë e tyre. 3 muaj luftuan për dashurinë e tyre. 3 muaj e jetuan këtë dashuri. Dhe sonte me kërkesën e Gjestit, ai djali i cili ishte i pabesueshëm, ai djali i cili e përdorte Eglin për klikime, këtë djalin që ne kemi mbrojtur me muaj të tërë dhe kemi patur akuza përse e mbroni, sonte ky çift do të nisën rrugtimin më të bukur të tij. Në fakt, disa nga komentuesit e mi ma thonin që Tiranë do të ketë dasëm, por mua nuk më besoheshte. Një herë para afati kohor, që është një afat tepër i shkurtër brenda shtëpisë së Big Brotherit, por gjithashtu me 4 banor thoja si do të bëhet kjo dasëm. Por vllau i madh normalisht që është surprizues, dihet të surprizon, na surprizon, edhe në këtë rast na ka surprizuar shumë. Unë do t'jap momentet e para të Eglit dhe të Gjestit, do me thënë e përjetuan me shumë dashuri, e përjetuan me shumë kënaqësi këtë moment, edhe përjetuan me shumë emocion momentin e bukur të dasmës së tyre. Do me thënë, ishte Rozana ajo që puthi Egli në ball dhe i uroi të gjitha të mirat dhe të ketë këmbë të mbarë në këtë martesë. Unë nuk duaj që t'jetë një martesë fiktive. Në zarfin e bardhë ishte shkruar një dasëm tradicionale që mund të jetë një dasëm vetëm në shtëpinë e Big Brotherit, por gjithsesi pritet të jetë një moment shumë i bukur i çiftit ku do të argëtohen, do të shijojnë të gjitha momentet dhe do të na kënaqin me atmosferën që do të na sjellin. Nuk e dim se kush është këngëtari, ndoshta do të jetë me muzik live apo do të mbetet me DJ, por me patjetër që Storm Arena do të jetë shndërruar e tëra në një sallë të bukur, të madhe, me dekore shumë të bukura. Do të thënë Big Brother po na surprizon moment në moment. Egli Tako tashmë do duhet të përgatitet për të veshur fustanin e bardhë, i cili do të jetë i sponsoruar nga vllau i madh në këtë rast. Ajo do të përzgjedhën vetë fustanin.
Nuk e dim se çfarë fustani do të përzjedhën, a do të shkon në një nuse glamuroze, tepër tërheqëse, një nuse shumë të bukur, një fotografi që do të merrje honën gjithandej, apo do të shkon në nusen siç shkoi Loredana, këtë nuk e dim, por gjithsesi do me thënë do të jetë një moment i bukur pas gjitha atyre trishtimeve të rënda të këqija që ne kemi komentuar për këtë Big Brother. Lajmin e ka bërë të ditur vetëm Gjesti dhe produksioni e ka bërë lajmin të ditur, do me thënë e ka shijuar të gjithë momentin, janë të befasuar, banorët kanë përqafuar njëri tjetrin, ndërsa Egli dhe Gjesti tash jashtëm po shijojnë të gjithë dashurin, po shijojnë të gjithë kënaqësinë, edhe pse edhe pak orë Egli dhe Gjesti do të bëhen gati për dasmën të shumë pritur. Unë e di që fansat e tyre tashmë janë të ekscituar nga ky moment edhe e presin me kënaqësi për ta shijuar këtë dasëm, ashtu siç e pres edhe unë. Mendoj që ishte dhurata më e bukur që ne të marrim nga ana e Gjestit për të gjithë komentimin që kemi bërë, që jemi lodhur për 3 muaj me radhë, që kemi sjellë të gjitha momentet e tij, që kemi qëndruar besnik ndaj rrugtimit të tij dhe mbi të gjitha po e shijojmë pafund këtë moment. Do të thënë do të jetë një dasëm shumë e bukur. Tani, unë do t'ju bëj një pyetje që pas këtij komentimit ju do të më lërni komentet e juaja. A mendoni që zonja Sebahat dhe zoti Jeton do t'jenë pjesë të kësaj dasme edhe për të parë të birin e tyre, gjendjen shëndetësore të birit? A mendoni që Blerina do t'jetë në këtë dasëm? A mendoni që prindërit e Egli do t'jenë në këtë dasëm apo do t'jenë vetëm miq të ftuar të Top Channelit? Duke u bazuar nga dasma që bëri Luizeli dhe Kiara, do me thënë jashtë shtëpisë Big Brotherit, dhe duke u bazuar në këtë dasëm që po ndodhen, e quajtur si një dasëm tradicionale, do me thënë mund të mbetet vetëm me miq edhe me stafin e Top Channel, të cilët të jenë të ftuar në këtë dasëm, por nuk i dihet, nuk heqim dyshimin që mund të jetë e ftuar edhe zonja Sebahat dhe zoti Jeton pas ngjarjes që ndodhi mes Gjestit edhe Jozit, ku normalisht me patjetër kërkojnë që ta shohin të birin e tyre, të shohin gjendjen shëndetësore të birit të tyre dhe mbi të gjitha të kuptojnë se si qëndron puna me të. Gjithsesi, ky është lajmi më i bukur, akoma Gjesti nuk e ka thyer Unazën. Unazën do ta komentojmë në videon e radhës, dua të qëndroj vetëm te dasma, do të thënë sonte do të shohim Eglin në një nuse fantastike. Do të shohim Eglin një nuse tërheqëse, një nuse që në fakt do të na bëjë të gjithëve për vete. Do kisha dashur që të ketë pak edhe traditat Kosovës, do me thënë ato veshje tradicionale, pse do t'ishte e keqe, nga që sonte, mos të themi zyrtarisht, po Egli bëhet nuse pejane. Unë ju uroj gjithat mirat dhe dua të marr mendimin tuaj për këtë dasëm.